Është kënaqësia dhe privilegji jashtëzakonshëm që po flas sot në qytetin e Vlorës, sigurisht nuk jam nga Vlora. Është kënaqësi sepse po flas në një qytet jashtëzakonshëm, historik edhe heroik, dhe privilegj sepse po flas përballë listës, një nga listat më të jashtëzakonshme të Lëvizjes Bashk për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, siç është kandidimi i Ilir Zotos, siç është kandidimi i Arielës, siç është kandidimi i Besmirit, i Qenit, i Eptit, i Geronit, dhe i kërkojnë ndjes shumë tjerëve. Para 3-4 ditësh Edi Rama ishte në Vlorë. Edhe tha diçka që është, mendoj se është shumë e turpshme. Sepse ata kur flasin për votat, flasin si sklavë pronar, flasin si për njerëz që nuk kanë as vullnet, as liri, as dëshirë, as sondra, por si për bastionet sigurta, si për jetona dhe si për monedha, cilat i kanë sigurta në xhepin e tyre. Dhe tha se nëse 11 maj nuk fiton Partia Socialiste, dhe këtë do tha përballë studentëve që ishin marrë si tuf baktish dhe ishin sjell në mentingjet e tij, turpi thashi burrave vlonjat ose i vlonjatëve. Tash pyetja është, i kuj është turpi nëse Edi Rama nuk fiton në 11 maj? I vlonjatëve apo i atij vet, i cili po rre fshatarët e zonave të Vlorës, e fshatrave të Vlorës për të mbushur me ujë vilat luksose të oligarkëve? Turpi është i vlonjatëve apo është i Edi Ramës, i cili po çmonton portin më historik edhe strategjik edhe industrial dhe ushtarak të Shqipërisë, siç është porti i Vlorës për t'ia u dhënë oligarkëve? Turpi është i vlonjatëve apo është i Edi Ramës, ku këtu në këtë qytet ke njerëz që akoma punojnë me 300.000 lekë vjetra, nuk paguhen as paga minimale? Turpi është i vlonjatëve apo i Edi Ramës, i cili i kalon gjyshit tanë pensionistët më të varfër në Europë? Kjo është e para. E dyta, në Tiranë po shkojmë derë, po ndërkasim e gjitha dyert e njerëzve. Edhe aty më qëlloj i zotri Fisnik nga Vlora, me sa dukej, i cili tha që ishte edhe i pashëm, ishte edhe pedagog, profesor, i shumë, tha që mund pëlqenim duke një shumë interesant, ama gjyshit e mi janë dëshmorë, jemi familje dëshmorës, jemi betuar mbi partinë. Edhe ne nuk e ndrojmë partinë. Edhe pyetja ime ishte, më fal, nuk ja thash me thonë drejtën, tregomi sinqer, po gjyshit e tu i vdiqën që të bojë miliardjere Belinda Balluku, gjyshit e tu i vdiqën që të pinte Edi Rama 30.000 euro shishën e verës, gjyshit e tu i vdiqën që një krush oligarkësh pasuroheshin mbi tjesën, mbi gjakun edhe mbi resurset natyrore të këtij vendi. Partia është bashkim vullnetar njerëzish. Partia nuk është fe, partia nuk është sekt, partia nuk është familje. Partia është një instrument që kanë shpik njerëzit për të mbrojtur drejtat e tyre. Dhe momenti kur partia do të tradhton ty interesin tënd, edhe ti do ta shohësh partinë. Nuk martohet njeriu me partinë, njeriu martohet me gruan, jo me partinë. Edhe gruan kur do të thonë edhe shoh ndahet, jo me partinë. Nësa këtu thonë se partia jonë është parti e përjetshme, edhe është shumë e turpshme mënyra se si Edi Rama e mendon këtë gjë. Tashim, ky sheshi 3 racat, më shtuk për një emri çuditshëm. Pse mund quhet i shesh 3 racat? Edhe vile më vonë ka qëllu ta lexoj një libër të Antonio Baldacci. Është shkencëtar shumë i mirë italian, dietar shumë i mirë botanist, por është edhe njëri i keq ishte deri diku, ishte i agent i kolonializmit italian, cilët Vlora kishte pësuar kurriz. Dhe teoria e këtij ishte se në Shqipëri, teori raciste sigurisht, edhe mendoj se duhet me ndryshuar edhe emrin këtij sheshit. Teoria e tij ishte se në Shqipëri ekzistojnë 3 raca. Dhe kjo mbante këtë teorinë e vet 3 raca, në veri racë tjetër, në Shqipërinë e mesme racë tjetër, në jug racë tjetër. Që ishte një shprehje e kolonializmit italian për mi nda dhe për mi përqash shqiptare. Ama mendoj se do ta shohim këtë racën si lloj njeriu, mendoj se në Shqipëri janë vërtet 3 lloje njerëzish, 3 raca njerëzish. Janë njerëzit që punojnë me djersën e tyre, me krahët e tyre, njerëz të ndershëm, profesionistë familjar. Janë edhe njerëzit që janë ndërrimtar, që zgjedhin një dal ballasi edhe mira mujt me kokë, siç është edhe grupi i Vlorës me krye Ilirin.
është edhe raca atyre që janë Hajdut, Matrapaz, Badakçin, edhe janë kachëm të kënjejnë edhe për orët kur i pyet. Deri më sot, në Shqipëri, njerëzit e ndershëm kanë shkuar pas Badakçinve dhe Hajdutve që kanë 35 vite në pushtet. Por loja duhet ndryshoj. Njerëzit e ndershëm, punës edhe të profesioneve duhet shkojnë pas ndërrimtarve. Nëse kjo nuk ndryshon, nëse situata nuk ndryshon, atëherë sigurisht që populli shqiptar do të ketë ditë për ditë edhe më të vështira edhe për ditë edhe më të zeza.